Muhammed ibn Ka'b el-Quradhi, Allah më shroft, ka qenë një person me origjinë izraelite, mirë po ka qenë prej muslimanëve më të devotshëm. Kjo është ajo të cilën e promovoj vazhdimisht, e vërteton edhe ky rast. Do të thotë që Islami është fe internacionale. Shikoni, ky ka qenë një izraelit që ka pranuar Islamin në kohë të mëhershme, gjenerata e parë me njëherë mas profetit alayhi salatu wasalam, dhe ka qenë një dietar i shquar kë, dhe ka qenë nga fishi Benu Qurayza, pra ata arsye ka në fund fakisht mbiemrin el-Quradhi. Ka thënë shumë fjalë të bukura dhe komentime të Kuranit, por prej fjalëve të tij të bukura është edhe kjo që ka thënë: kujt Allahu ja dën të mirën, i adhuron 3 cilësi. Kushtoni vëmendje këtyre 3 cilësive. Cilësia e parë është ja mundson që ta kupton fenë. E dyta, ja mundson që të shet metat e veta. Dhe e treta, e bën të thjesht në jetë e kësaj bote. Pra shikoni çfarë porosia madhështore, me vërtet porosia e artë. Cilësia e parë, nëse e ki që aludon që Allah po ta dën të mirën, është me kuptu fenë. Se ti kur ta kuptojsh fenë, e kupton për çka ke ardhur këtë botë, e kupton qëllimin e krijimit, e kupton pse frymon, e kupton pse jeton. Edhe kjo është gjëja më e rëndësishme për gjithave gjëra, me kuptu qëllimin e krijimit, me kuptu urdhrat e Zotit, ndalesa e tij, lajmet e tij, e kështu me radhë. Pastaj e dyta tha, ja mundson mi pa mangësitë e veta. Pra shumica e njerëzve i shohin mangësitë e tjera, kurse të vetat nuk i shohin. Prandaj kjo është një veçori që i dhurohet vetëm njerëzve fisnik, cilët mirën me veten, nuk mirën me tjerët. Dhe në fund tha, e bën thjesht një jetë e kësaj bote. Ose si quhet në gjuhën bashkore, bën minimalist. Pra lumturia është e minimalizmi. Dhe këtë gjë ja kanë fillu edhe njerëz të me ndikim ta kuptojnë që kur të kesh shumë gjëra, ke edhe shumë stres dhe shumë prenga. Pra atë arsye, me qenë thjesht në jetë e kësaj bote, kjo është prej lumturisë të robit në këtë botë dhe në tjetër.